Policia e Tiranës ka vënë në pranga shoferin e automjetit që aksidentoi një ditë më parë tre të miturit që lëviznin me monopatin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në pranga u vut 41 vjeçari Ekrem Skureni. Ai akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Të miturit që lëviznin me 2 monopatina kanë kaluar rrugën me semafor të kuq, ndërsa shoferi i makinës me semafor portokalli. Përplasja ka qenë e fortë, aq sa skuterat elektrik janë thyer në mes, madje të miturit kanë përfunduar në xhamin e automjetit. Një nga monopatinat arrin një shpejtësi mbi 35 km/h, çka sipas kodit rrugor e bën të detyrueshme pajisjen me leje për drejtimin e tij. Fëmijët po qarkullonin në bulevardin Dëshmorët e Kombit në afërsi të piramidës, ndërkohë makina vinte nga rruga Elbasanit në drejtim të zonës së ish bllokut. 2 prej të plagosurve, 9 dhe 11 vjeç, mësohet se janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore në spitalin e traumës me dëmtime në krah dhe në këmbë. I treti, një 11 vjeçar, është në gjendje të rëndë, pasi ka marrë dëmtime në kokë. Skuterat elektrik ose monopatinat janë kthyer në një shqetësim serioz për blut dhe mjekët, pasi ka një rritje të frikshme të aksidenteve. Sipas policisë, në 7% të aksidenteve janë të përfshira monopatinat.